Qëllimi i konventit sotme është të njëftoj me një operacion policor, i cili është zhvilluar sot në orën 10 të mëngjesit. Si s'keni qenë njoftuar më herët, me datën 1 prill ka ndodhur një vrasje në Kaçanik, ku është vrarë shteri Muhamet Lika. Policia e Kosovës në bashkëpunim me prokurorinë themelore të Frizajt ka zhvilluar hetime intensive gjatë këtyre ditëve dhe javëve, edhe sot kemi konkretizuar një operacion policor i cili është zhvilluar në Kaçanik me qëllim të mbastisjes respektive zbatimit të drejtës së gjykatës themelore të Frizajt. Operacioni është zhvilluar në autorizim të prokurorisë themelore, ku gjatë këtij operacioni janë mbastis 9 legacione, shumica tyre në Kaçanik dhe një në Klin, në një fshat të Klinës. Gjatë operacionit policore janë arrestuar 7 persona të dyshim, të cilët dyshohet që kanë marrë pjesë në planifikimin dhe bashkë në ekzekutimin apo vrasjen e rreshterit tonë. Të gjithë personat janë të arrestuar, janë në proces intervistimit nga hetues tonë policor me autorizim të prokurorit. Gjatë operacionit nuk ka pas ndonjë incident, operacioni ka shkuar shumë mirë, nuk ka pas ndonjë të lëndur as nga palët e dëshkuara, po ashtu as nga policia. Mbeten ndërkohë do të zhvillohen intervistat dhe pastaj me vendin prokurorit do të vendosë tutje për çështjen e procedimit të këtyre personave të dyshim. Gjatë operacionit janë sekuestruar 2 vetura, telefona celular, disa laptop, një armë zyrtare me 30 fishek kalibrit 9 mm, maska, tyta të armësh, kapela sportive, rroba, fishek, dulbi, si dhe dëshmi tjera të cilat do të shërbejnë për dokumentimin e rastit vrasjes rënd. Veprimet policore lidhur me këtë operacion kontrolli janë duke vazhduar akoma. Gjatë këtij operacioni ka marrë pjesë njësitë policore të Policisë së Kosovës. Operacioni është thjesht nga Drejtoria e Hetimeve të Krimeve të Rënda, mbështetur nga hetimet rajonale të Frizajt dhe po ashtu në asistencë kanë qenë edhe njësitë tona speciale, duke filluar prej njësitit special intervenues, njësitit special operativ, njësitit për deminim, njësitit policisë veçantë dhe njësitë tjera të relevante. Total, dikon rreth 170 zyrtarë policorë kanë marrë pjesë në këtë operacion. Ashtu siç e sekua dhe drejtori i përgjithshëm i policisë, që nga data 1 prill 2025, Prokuroria Themelore Ferizaj, prokurori i çështjes, është angazhuar maksimalisht në veprimet procedurale të ndërmarra lidhur me këtë rast, ku i kemi bërë të gjitha veprimet e mundshme për zbardhjen e këtij rasti që ka qenë një rast goxha i djershëm, ku siç dihet me datën 1 prill mbi jetën edhe rreshterin Muhamet Lika. Ne si Prokurori Themelore në Ferizaj jemi falendëruar shumë për punën e madhe që ka bërë Policia e Kosovës në bashkëpunim me Prokurinë Themelore në Ferizaj, e gjithashtu edhe me Gjykatën Themelore në Ferizaj, ku çdo kërkesë procedurale dhe çdo veprim procedural është mbështetur edhe nga ana e gjykatës. Dhe sot kemi arritur që të arrestojmë 7 persona, të cilët dyshohet, po kemi dyshim të bazuar mirë se kanë marrë pjesë në vrasjen e rreshterit Muhamet Lika. Është një punë e palodhshme që është bërë gjatë këtyre ditëve. Ne edhe në konferencën paraprake e kemi thënë që do t'ju mbajmë të informuar në lidhje me zhvillimin e kësaj ngjarje e cila ka qenë shumë e rëndë. Dhe sot e kemi një rezultat, mund të themi preliminar, ku 7 persona janë duke u intervistuar dhe me vendim prokurorit do të vazhdohet procedura me tutje. Çka dua të them më tepër është që bashkëpunimi mes institucional gjithmonë rezulton me rezultate pozitive, siç është edhe ky rast i sotëm. Ne si Prokurori Themelore dhe gjithashtu si Policia e Kosovës ja kemi pas borxh Policisë Kosovës dhe rreshterit Muhamet Lika që të bëjmë këto veprime procedurale dhe në fund të kemi këtë rezultat të cilën e kemi tani. Unë jam shumë falënderues për punën e bërë dhe më tutje do të vazhdojnë procedurat e më tutjeshme, do të shohim se cilat do të jenë të reja që do të na sjellin në procedurën e VM. Hetimet do të vazhdojnë sigurisht edhe për persona të tjerë, edhe në fund do dolemi me rezultate konkrete. Deri më tani është pak herët të flasim për motivin, po sipas asaj që kemi gjatë këtyre ditëve, domethënë që po bën gati 3 javë, lidhet motivi kryesor deri më tani që kemi është lidhet me punën e tij si pjesëtar i Policisë së Kosovës. Për më shtu vetëm pak. Dhe e për mundësia e cilën me bubile s'ka problem. Domthonë për më mbështet këtë që tha prokurori, domthonë dyshimet e tona deri tashme janë që vrasja e rreshterit tonë ka ndodhur për shkak të detyrës zyrtare.
Mirë po, kjo motivi do të kerësohet vërtetohet edhe pas intervistimit të personave të dyshim dhe pashtu pas ekzaminimit të pajisjeve të dëshmive të cilët janë serioze. Do mbetet më vërtetu me vonë, mirë po dyshimet tona fillestare janë që në lidhet me punën e tij zyrtare. Mbetet mi falendëruar për përgjigjur policë tonë dhe pashtu më falendëruar kryeprokurorin Qerkini dhe prokurorin e rastit, të cilët na kanë mbështetur në çdo fazë të hetimeve. Kemi arritur të sigurojmë dëshmi dhe prova të mjaftueshme që këta persona me u ndjek penalisht dhe me u dënuar për krimin që kanë bërë. Deri me tash nuk ka persona nga policia e Kosovës të arrestuar, është një person i arrestuar i cili ka qenë ish pjesëtar, domethënë është ish pjesëtar i VST-s, jo pjesëtar aty. E vërtetë është ndërën që në atë që thamë deri me tash, ne kemi arritur të sigurojmë prova, dëshmi, të cilat i lidhin këtë grup kriminal me vrasjen e vështërit tonë. Mbetet të shihet background-i i tyre, disa nga ata kanë pas të kaluar kriminale, kanë qenë të arrestuar në të raste të mëhershme, që ndërlidhen me prirje ekstremiste. Për çështjen e terrorizmit duhet ta shohim pastaj sepse hetimet duhet vazhdojnë tutje për të vërtetuar këtë punë, po janë persona të dyshim, të rrezikshëm, të cilët ne dyshojmë që kanë kryer këtë vrasje dhe kanë planificuar dhe pas të realizuar. Nga ato që kemi bërë deri tani, nuk vërtetohet ajo që ka vepruar si grup i organizuar me celula apo siç po e parashtroni ju pyetjen, por që është një grup prej 7 personave që janë arrestuar që kanë marrë pjesë në kryerjen e kësaj vepre penale. Unë edhe në konferencën paraprake e kam cekë dhe e kam vërtetuar që nuk ka asgjë lidhje me rastin. Rështeri jonë ka qenë në detyrë zyrtare kur ka ndodhur të raste dhe mandej ka punu në mbështetjet e timeve të policisë me qëllim ndryshimin të rasteve të mëhershme. Doan të janë persona dyshim që kanë qenë disa prej tyre kanë qenë të arrestuar të raste të mëhershme që lidhen me pamfletje dhe pashtu në djegjen e gjykatës në Kaçanik. Ne i thamë edhe paraprakisht që nga ato që kemi deri tani, domethënë nuk kemi ndonjë provë që e ndërlidh me qoftë ndonjë organizatë ekstremiste apo qoftë ato që përmendni ju me ISIS-it, por që ne hetimet e kemi përqendruar në rastin konkret të datës 1 prill, domthonë vrasjen e arrestit Muhamet Liga dhe tani kemi një rezultat ashtu siç e kemi sot, ku janë arrestuar 7 persona. Unë fillimisht kur fola për motivin fola që ne kemi dyshimet fillestare që vrasja e arrestit tonë ndërlidhet në punën e tij zyrtare. Nuk e konfirmova, nuk e vërtetova këtë gjë. Mbetet më u vërtetuar ndërkohë gjatë intervistimit dhe pashtu gjatë ekzaminimit të provave. Të mos e marrëm si punë që mbëshin të kryer që ky motiv është i saktë kjo që po ne po dëshojmë. Arma zyrtare, arma me cilën është kryer vepra akoma nuk është zbuluar, po mbetet në punu sepse sa do është operacioni i parë që ndërlidhet me këtë grup edhe operacioni policor do të vazhdojë, hetimet do të jenë edhe me thella dhe gjatë orëve dhe ditëve. Ta personat të dyshim, të cilën janë arrestuar, disa nga ata kanë qenë të arrestuar në këtë rast. Edhe të njëjtit janë të arrestuar edhe sot, të cilët dyshohet se janë përfshirë në planifikimin dhe pashtu në ekzekutimin e rështerit tonë, vrasjes së këtij. Në rastin e gjykatës që ndryshuan personat për veprimet që i kanë bërë në rastin e parë. Domethënë, janë persona që janë me procedim penal, domethënë. Nuk është ajo e vërtetë që ka përfunduar rasti dhe personat janë liruar për vdekjen për kallin e gjykatës, domethënë, por që procedura për ta vazhdon. Mirë po, nuk ka ndonjë ndërlidhje eksplicite, nëse mund ta them, që ka të bëjë me djegja e gjykatës, nuk janë liruar. Atëherë janë arrestuar. me kaq Nuk është procedura është në vazhdim me sipër edhe për atë rast. të nderuar. Ajo që thotë prokurori, ata janë arrestuar, janë bërë para burgim, janë është proceduar në gjykatë dhe akoma nuk ka përfunduar gjykimi, nuk ka marrë formën e prerë të dënimit apo të gjykimit në gjykatë.